Nëse nuk e ka cilësit monafik. Ka cilësit monafik. Vetëm cilësia, po është edhe monafik, se disa ndrimi disa dispozitave, humbja disa amaneteve që Allah na ka dhënë. Apo pastaj tani merr sipas punës e merr dispozitën masanë. Se në fakt është dy lloj. Është një fakt që çet për Islami, për feje, dhe një fakt që çet për feje. Tash në varë se në cilën dispozita e ka humbë amanetin. Nëse ka humbë amanetin në dispozita që janë më të vogla, ato janë një fakt i veprave. Nëse ka humbë amanetin në dispozita që janë timonit, është një fakt që ka nxjerr për feje. Do vlerësohet masi ta bën veprën vlerësohet. Jo çështu general, piktujt me thonë se ai është kafir ose është musliman. Jo. Po kur ta thënë çat premtim që e ka, cilin premtim e ka thy, pastaj ky premtim matet me peshorën e shariatit se çka është ky? A është për çështjeve të kufrit apo çështjeve të haramit? Nëse është për çështjeve të haramit, merret munafik në vepra, nëse është për çështjeve të besimit, nëse është për çështjeve të veprave, është munafik i vogël. Nëse është për çështjeve të besimit, është munafik i madh. Që kanë nxjerrë